Amerikanët e qojnë çmendurin në nivel tjetër, parkimi veturës në kampionatin botëror 2026 është më i shtrenjtë se biletat e ndeshjes në Katar 2022. Nga 75 deri në $175 do të variojnë çmimet vetëm për të lënë veturën para stadiumit në një ndeshje të grupeve dhe fazave të para të kampionatit. Miami, Kansas City dhe Arlington kanë njoftuar zyrtarisht tarifat e para tronditse për parkimin e veturave për tifozët. Philadelphia shkon edhe më larg me çmime që kalojnë $115 që në fazën e grupeve. Ndërkohë shumë qytete ende si kanë zbuluar tarifat finale, por pritet të jenë edhe më të larta se këto të lartë përmendurat. Vlen të theksohet se një bilet e kategorisë së tretë për ndeshje të fazës së grupeve të Kupës së Botës Katar 2022 kushtonte vetëm $69. FIFA në Kupën e Botës 2026 synon mbi 13 miliardë euro fitim, e fansat vetëm pyesin kush po luan më shumë, futbolli apo biznesi. Për këtë dhe lajme tjera interesante rreth futbollit ndërkombëtar, vizitoni portalin telegrafi.com.